Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me emisionin Zëria Shkalinjeve. Këtë edicion ja kushtojmë përbërjes Forcës së Sigurisë Kosovës me pjesëtar të komuniteteve. Në veçanti, flasim për interesimin e të rinjeve pjesëtar të komunitetit Ashkali, të cilët viteve të fundit këtë institucion e kam parë si një mundësi të mirë për punësim dhe arritje të rëndësishme për ta. Kemi biseduar për këtë temë me Aslan Kryeziun, këshilltar për komunitete në Forcën e Sigurisë Kosovës. Të ndjekim materialin e përkatitur. Forca e Sigurisë Kosovës gjatë viteve të fundit është shënuar progres i dukshëm në përfshirjen e komuniteteve jo shumicë, me thekst të veçantë të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian. Sipas zyrtarëve të FSK-s, përveç rritjes së numrit të rekrutimeve, është forcuar edhe përfaqësimi shumë etnik brenda institucionit. Aktualisht në FSK shërbejnë 219 pjesëtar nga komunitetet jo shumicë, vetëm gjatë viteve të fundit janë rekrutuar 55 pjesëtar nga komunitete të ndryshme, ndërsa 12 prej tyre i përkasin komunitetit ashkali. Sipas FSK-s, çdo i ri dhe ri nga komunitetet ka pasur mundësi të aplikojë në proceset e rekrutimit dhe të ushtrojë të drejtën e barabartë për të bërë pjesë e forcës, duke e cilësuar këtë si një arritje të rëndësishme në avancimin e integrimit dhe përfaqësimit të barabartë në institucionet e sigurisë. Forca e Sigurisë Kosovës është forcë multietnike dhe funksionon mbi këtë shtyllë e përbërë nga 9 përkatësi etnike, që i jep kuptimin e plot që është forcë pa dallime etnike në shërbim të gjithë qytetarëve të saj dhe në përbërje të shumë etnive që i jep kuptimin e plot si një forcë multietnike. Sa i përket viteve të fundit në Forcën e Sigurisë Kosovës dhe kashi komuniteteve jo shumicë në Kosovë, me thekst të veçantë për komunitetet të Rom, ashkali dhe egjiptian, që njihen edhe si komunitetet më të marginalizuara në vend, mund të them plotësisht që ne si institucione si Ministria e Mbrojtjes kemi arritur një progres dukshëm më të mirë se sa viteve të tjera, për shkak që përveç se ne kishim rekrutime të shpeshta, përveç se ne po rritmi në numër, në industri të mbrojtjes, kemi një progres të gjithanshëm si Forca e Sigurisë së Kosovës, sigurisht që ne na intereson edhe integrimi dhe përbërja shumë etnike e forcës sonë, për shkak që kjo forcë është forcë të gjithë qytetarëve të saj. Dhe fatmirësisht do të thotë kemi arritur që të ruajmë integrimin, të ruajmë përfaqësimin e komuniteteve brenda në forcë, pashtu edhe në Ministri të Mbrojtjes. Aktualisht do të thotë si institucion, nëse flasmi për personalitetet që i përkasin komuniteteve, kemi dikon 290 personel brenda Forcës së Sigurisë Kosovës dhe Ministrisë të Mbrojtjes që vijnë nga radhat e komuniteteve të ndryshme që jetojnë dhe veprojnë në Republikën e Kosovës. Rekrutimet ka qenë ato që çdo i ri dhe e re e këtij komuniteti ka patur mundësinë që të aplikojë. Pashtu edhe një numër i konsiderueshëm i tyre kanë shfryzuar këtë drejtë, kur kanë gëzuar edhe në mbështetje institucionale nga ne, në mënyrë që të ndihen të barabartë, të pa diskriminuar, në një garë të drejtë. Dhe unë konsideroj që gara ka qenë shumë e drejtë. Nëse flasmi për rekrutimin e komuniteteve, gjatë këtyre viteve të fundit kemi arritur do të që të rekrutojmë 55 pjesëtar të komuniteteve të ndryshme. Në mesin e tyre do të thotë kemi rekrutuar edhe 12 pjesëtar nga komuniteti ashkali, që konsideroj që është një arritur, por që karshi proceseve dhe mundësive që ne i kemi afruar si institucion, sigurisht që kjo shifre ka mund të jetë edhe më e madhe, por krahasuar me institucionet e tjera, përveç se ne si forcë që gëzojmë kredibilitetin si institucioni më i besuar në vend, krijojmë edhe kushte edhe mundësi për pjesëtarët e komuniteteve dhe kemë numrin më të madh të pjesëtarëve të komuniteteve në institucionet.
Për të rritur përfshirjen e komuniteteve jo shumicë, Forca e Sigurisë së Kosovës ka hapur edhe konkurse të veçanta. Gjatë konkursit të fundit janë rekrutuar 36 pjesëtar nga komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian, prej tyre të cilëve 6 janë nga komuniteti ashkali. Sipas FSK-s, praktikat të tilla të rekrutimit mund të shërbejnë si model edhe për institucionet e tjera publike në vend, me qëllim të avancimit të përfaqësimit dhe integrimit të komuniteteve jo shumicë. Gjithsej do të thotë nga këto 3 komunitetet, në Forcën e Sigurisë së Kosovës kem 55 pjesëtar. Do të thotë si asnjëherë më parë. Shifet një progres, një rritje e numrit, por që nuk mund të them që jemi të kënaqur me këtë shifër. Për shkak që ka mund të jetë një shifër edhe më e lartë. Mirë, por megjithatë shifet një progres sikurse në asnjë institucion tjetër që ka mund të arritë. Si ka ardhur kjo do të thotë? Unë po mendoj që këto praktikat e mira ne duhet i shkëmbejmë edhe me institucionet e tjera. Në kuadër të punës time si këshilltar politik këtu kam filluar 2 nisma. Nisme nga qeveria për integrimin e komunitetit në shërbimin civil të Kosovës, për t'i hapur rrugë konkurseve të dedikuara për komunitetet, gjë do të thotë ne si institucion që kem arritur, i kem hapur ata konkurse, kem qenë institucioni i parë që e kem bërë dhe kem pranuar, do të thotë ne nuk kemi rritur në numër vetëm brenda personelit ushtarak, po dhe brenda shërbimit civil në institucionin tonë, se tek e fundit është obligim ligjor që secili institucion duhet i ketë 10% të zyrtarëve publik brenda institucionit e vet. Është obligim ligjor. Mirë, po obligimet ligjore nuk mund të përmbushën pa veprime konkrete. Unë falenderoj kryeministrin në këtë rast, do të thotë që ka filluar në nismë të re, dhe ne si institucion do të thotë kem filluar dhe kem përfituar nga kjo masë afirmative e qeverisë. Unë konsideroj që kjo nismë duhet të ripërsëritet edhe një herë në të gjitha ministritë, në të gjitha institucionet publike, në mënyrë që të përmbushmi një 10% në konkurse të veçanta për komunitete, si masë lehtësuese, ku pjesëtarët e komuniteteve e ndjejnë vetveten më lehtë në garë, është një garë më për afruese mes kandidatëve, dhe sigurisht që të zgjidhet më të mirë. Ne kem hapur një konkurs të veçantë vetëm për pjesëtarët e komuniteteve. Do të thotë gjatë këtij konkursi kemi arritur do të thotë që të rekrutojmë 36 persona të komuniteteve, në mesin e tyre do të thotë 6 kanë qenë të komunitetit ashkali, si do të thotë janë pranuar në Forcën e Sigurisë së Kosovës, dhe ato sot me plot nder dhe krenari i shërbejnë atë dhejot e tyre në uniformën e cila vërtet e shfituar me shumë mund dhe sakrificë. Aslani thot se aktualisht janë në procedurën e rekrutimit për pranim edhe 300 pjesëtar të rinj. Sipas tij, për momentin nuk pritet të hapet një konkurs i ri, pasi procesi i rekrutimit është ende në zhvillim. Siç jeni njërin e jem procedurën e rekrutimit për 320 trupa të ri ushtarak. Do të thotë kem filluar në mënyrë që për momentin të mos hapim ndonjë konkurs tjetër. Kem filluar që t'i ftojmë edhe kandidatët e tjerë të cilët kanë qenë në listën e pritjes sipas rezultatit të tyre të arritur në disciplinat e mbajtura më herët, dhe fatmirësisht do të thotë mesin e disa kandidatëve që kanë qenë në listën e pritjes, vetëm se janë ftuar dhe brenda kësaj jave do t'ju nënshtrohen edhe ekzaminime mjekësore për të vazhduar tjetër procedurën e rekrutimit, e që në mesin e tyre kemi edhe pjesëtar nga komuniteti ashkali. Ftoj 33 që të bën pjesë e institucionit tonë, bën pjesë në të ardhmen afërt kudo që kemi në ndonjë konkurs për të konkuruar, për të bërë pjesë e ushtrisë së vendit të tyre, të atë dhejut tonë Kosovës, për shkak që nuk ka detyrë më fisnike, dhe më të mirë se sa ti shërbesh atë dhejut tonë në uniformën e ushtrisë së Kosovës. Përfaqësuesit e FSK-s vlerësojnë se përfshirja e komuniteteve jo shumicë mbetet një nga prioritetet e këtij institucioni, me synim që përmes mundësive të barabarta dhe përfaqësimit gjithëpërfshirës të forcohet karakteri shumë etnik i Forcës së Sigurisë së Kosovës. Të nderuar shikues, ishte kjo e tëra për këtë emision. Duke ju falenderuar për vëmendje, bashkë mirupafshim.